Ushtarët shqiptar dhe austriak të forcës së rezervë operacionale shumë këmbërshe kam përfunduar sot vendosjen e tyre në Kosovë në mbështetje të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO. Në njoftimin e KFOR bëhet e ditur se ata kanë zëvendësuar njësitë bullgar dhe greke. KFOR rrit të aftësinë operacionale dhe gatishmërinë e KFOR-it për çdo skenar të mundshëm. Rotacioni u mundson trupave të mbetur të fokusuar dhe të trajnuar mirë në mënyrë që të përmbushin mandatin e gjatë të KFOR-it të OKB-s bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, thuhet në njoftim. KFOR-i thot tutjes se vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 99, për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetin që jeton në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, thuhet ndër të tjera në këtë njoftim.